Mirë se vini një tjetër epizod të Shqip Storyt. Aty ku rrufejmë historinë e shqiptarëve që krijojnë, frymëzojnë dhe ngrenë ura mes kulturave nëpër botë. Sot kemi kënaqësinë e veçantë të kemi në studio një personalitet që i përket gjeneratës së atyre që nuk ndalen kurrë së krijuari. Një zë i fortë letrar, një penë holl, një pikturë gjallë, një shpirt që nuk ndalet përpara asnjë kufiri fizik apo shpirtëror. I lindur në qytetin e kulturës në Korçën Fisnike, Kristaj Turtulli ka ndërtuar një jetë të tërë në shërbimin e artit, fjalës, ngjyrës, kujtesës dhe kombit. Shkrimtar, poet, gazetar, piktor, romancier, ai është një artist i gjithanshëm që ka lënë gjurmë të thella si në Shqipëri ashtu dhe në Mërgat, ku prej vitesh jeton dhe krijon në Toronto të Kanadas. Ka fituar çmime të shumta kombëtare në letërsi. Dhe është antar i Unionit të Shkrimtarëve të Kanadas. E veçanta e tij, ai nuk ka pushuar asnjëherë së dhëni për lexuesin, për kombin, për artin. Zoti Turtulli vjen nga një familje e ndritur shqiptare, patriot, bamirës, adhetar që ka lënë gjumë në historinë e Korçës dhe të gjithë Shqipërisë. Një familje që ndërtoi shkolla, spitale, biblioteka jetimore dhe që gjithmonë i është gjendur pranë kombit. Dhe sot, në këtë epizod, ne do të flasim jo vetëm për letërsinë dhe pikturën, por edhe për rrënjët, kujtimet, pasionet dhe vizionin një autori që është shpallur me të drejtë, ambasadori i kombit nga qeveria shqiptare. Zoti Turtulli, mirë se erdhët në Shqip Story. Si ndjeni kur dëgjoni të gjithë këtë përmbledhje të jetës dhe të veprës tuaj? Sigurisht ndjem krenar. Por më lejoni dhe t'ju falenderojove së pari për ftesën që më bëtë për të ardhur për të biseduar me ju dhe nëpërmjet bisedimit me ju gjithashtu do bisedoj me audiencën shqiptare dhe kanadeze, me komunitetin shqiptar, që këtu në Kanada, në Toronto, ku janë shqiptarë me qindra me mira, të cilat militojnë dhe kontribojnë dhe japin vlerë dhe kontribut të jashtëzakonshëm. Nëse do ta përshkruanit veten me 3 fjalë, cilat do të ishin ato? Unë do ta përshkruaj që jam biri Korçës. Jam biri Shqipërisë, jam një përçues i zërit të parëve të mi, të familjes Turtulli, të cilët kanë kontribuar aq shumë si rallë familje jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkanë dhe më gjerë. Kanë kontribuar me pushkë, me penë, me bamirësi edhe me patriotizëm të madh. Po të jap për shembull një nëse lejoni të flas. Patjetër, po ne kemi në pyetje pastaj do flasim për vllazërin Turtulli. Atëre do të thjesht ishim te përshkrimi. Atëre do janë është një problem i tillë dashurik. Se në fund të fundit gjithmonë në çdo hap të jetës të një krijuesi, të një artisti, të një piktorit, të një është kushtrimi të parë. Janë kushtrimi të parëve që na shtyn në net që të bëjmë diçka, të japim mesazh. Nëse ne ardhëm këtu në Kanada në emergjim, do të bëj 25 vjet këtu. Përsëri më mban e më shtrëngojnë në fort të partë e mi. Ata më thonë dalë prit ku është identiteti tënd, ku është zëri tonë nëpërmjet teje. Ne bëjmë për Shqipërinë, ne bëjmë për Korçë, ne bëjmë për mëdheun me pushke me penë për qindra breze. Dekada të tërë, ti ku je? Çfarë po bën? Ku është ndërgjegjja tënde? Unë mendoj që ato do të jenë krenar për nipin, tash ju mund të jeni edhe nipi aty. Faleminderit, por përsëri është një impenjim i brendshëm shpirtëror, është kjo që na shtyn neve. Atëherë unë do dal pak te vazhdimi i kësaj ku ishim. Ju rrjedhni nga një familje me histori të jashtëzakonshme, patriotike dhe bamirëse. Sa ndikoi kjo trashëgimi në formimin tuaj si shkrimtar, po edhe si njeri? Kjo më ka mbajtur pesh. Kjo më ka impenjuar, kjo më ka vënë para përgjegjësisë. Pse? Nëse më lejoni të bëj një përshkrim më të gjerë për të parët e mi. Me shumë kënaqësi. Po. Unë po marr, do thënë, të parët e mi në 100 preza. Po marr për shembull Galantion Turtulli. Galantion Turtulli ka qenë një nga figurat e shquara të albanologjisë shqiptare. Ajo ka qenë murg në malin e shenjtë dhe ishte ndër të parët që shkrojti prejardhjen e gjuhës shqipe,
sqarove që shumë elemente të fjalës shqipe rrjedhin të latinisë dhe rrjedhin nga gjuha shqipe. Se kam përmendur, sepse ishte turp. Po vazhdoj më këtej. Po vazhdoj për Mihal Turtu. Mihal Turtu është një figurë e shquar, është ministri i punë botore, 4 recezencët e qeverisë së Suleman Delvinës, doktor profesor. Ka kontribuar sa s'ka me, ministri i punë botore, por nuk u përmend, ose miru anatemua. Marim Mihal Turtu. Bamirësi mi i madh ballkanik ndoshta edhe Evropë. Ka bërë beri Korçën Korç. Në sajt të tij quhet sot Parizi i vogël. I dhuroi Korçës spitalin, liceun, bibliotekën, Mitropolinë me dhjetra familje të cilat i pajisi me paj, i martovi edhe i dha ndriçime për parim, dhe vetëm Korçës, po dhe Shqipërisë mbar. Pra po anatemua. Marim Xhaxhan tim, tenor i madh i shkëlqyer, një nga tenorët më të mëdhenj të muzikës klasike, jo vetëm shqiptare, por edhe ballkanike. Prap dhe ai anatemua. Gjyshja ime ishte gjyshja ime që vajti në Mitropolinë e Korçës. Në vitin 1920 janë gazetat e kohës, e cila i tha priftit që ishte atje që bënte rritet fetare në gjuhën greke, i tha dëgjoj djalë. Unë po vi në emër të grua shqiptare. Dhe po ju them juve që ne kemi gjuhën e bukur shqipe. Korça gjithmonë ka luftuar për Shqipëri dhe për parim. Në qoftë se ti nuk krijon rritet fetare në gjuhën shqipe, dera jashtë shko, sepse kemi plot djemë të mbarë të mirë, të cilët do të bëhen klerikët të shkëlqyer dhe do t'i mësojnë dhe të krijojnë rritet fetare në gjuhën shqipe. Bravo. Pra, gjyshja ime ka qenë një grua që shumë patriote, më thonë kishte një forcë shumë burrore, dhe i thoshin shkurtimi Çmami, kur ju vra një trim Themistoki Gërmenjit, edhe zbriti në shtëpinë tonë, ne kishim lidhje, familje dita korçare kishim lidhje me Mihal Grameno, me Themistoki Gërmenjin, edhe i vajti i tha. Fal, mos është pasqyruar kjo? E kam pasqyruar në Ministerinë e Parizit të vogël. Okej. Edhe i tha, Themistoki i tha, mami, tha, mu vra një trim sot. I embël qoftë dheu për atë trim o birë. Atëherë tha, për atë trim, tha, ja ku e ke trimin tjetër, mere tha me vete në mal. I matë ishte atëherë rreth 15 vjetë. Dhe kur të nesmen, kur dolën se fjetën atë natë në shtëpinë tonë, Petra i Shtortë, dhe kur fjetën atë në shtëpinë tonë, Themistokliu e mori baban me vete në mal dhe luftovi kundra ndikimit serb dhe grek. Do me thënë, në familjen tonë ka rrjedhur gjak, patriot, bamirës, intelektual, muzikant, albanologët të shuar, si radhë familje, jo vetëm në Korçë, por dhe në Ballkan. Tash ju më pyetët mua që të dalë atje në pyetja jote e parë, domethënë përgjegjësia që ndjen ti për vazhdime e kësaj, po do të ishte e pamoralshme. Në qoftë se unë nuk do ndjesha i përgjegjshëm për të trashëguar vlerat më të mira të familjes time. Sepse është gjaku që më rrjedh në deje, që më shtyn dhe më vend të përgjegjshëm që unë të bëj sa më të mirë, kudo që të jam, e kudo që të shkoj. Sepse në fundit jemi shqiptar, duhet të ndjehemi krenar. Do t'i lëmë një anë pasionet politike tjera. Ne jemi shqiptarë dhe të luftojmë për kom, për atë dhe për shqiptari dhe për parim. Lumë goja. A keni menduar ndonjëherë të përshkruani një roman për historinë e familjes Turtulli? Është bën realitet apo akoma është në? Jo, akoma. Okej. Domethënë do jetë. Është sepse Besoj se do të jetë plani më i parë që ta bësh. Jo, është përgjithësi çko tash. Më thënë që kur bëra një takim para 3 vjetëve, 4 vjetëve në Korçë me dashamirësit korçar edhe prezantova këtë roman Misteret e Parizit. Pati shumë dashamirësi, pati shumë pjesëmarrje. Shumë prej tyre kishin lexuar sepse unë e kisha dërguar dhe ky libër është botuar 2-3 herë. Një libër, herën e parë botovi një mik dashamirësimi me shpenzimet e veta, i adhurovi në Korçë të gjithëve. I njëjti shkrim, i njëjti skenar. I njëjti roman. Njëjti roman. Pastaj e bëri e botuava unë në Amazon, e botoi prapë një herë në Shqipëri, kështu që është botuar 3 herë. Në Amazon shqip apo shqip? Po dhe në anglisht, se kam përkthyer është edhe në anglisht. Misteret e Parizit është në anglisht. Parizit është në gjuhën angleze në Amazon. Kështu që më kërkua atje që të bëj
Se unë gjithmonë krimet e mia janë të tipit karakterit të trilogjisë, të cilët do ta bisedoj. Patjetër, kemi. Por edhe më thanë që të bëj për Korçën në vitet në shekujt 14-15 të flas. Edhe unë ju premtova që do flas për Korçën e viteve e shekujve 13-14, të cilën e kam projekte, kam hedhur material gati, kam mbledhur, kam studiuar edhe për Muzakaj, se Korça ka qenë në varësinë e Muzakajve dhe tjera shumë ngjarje që janë të vërteta dhe kështu. Familja Muzakave, Gjon Muzakës, Andrea Muzakës janë shumë. Dhe ka kontribuar Andrea Muzaka, për shembull, është një figurë e madhe që historiografia nuk e njeh. Është një figurë e jashtëzakonshme. Ai ka luftuar me 2 princa serbë dhe i ka mposhtur Andrea Muzaka, burr i madh i familjes së madhe Muzakave. Tash pse ta thash këtë element? Sepse ne si shkrimtarë do të shkruajmë për letërsinë. Do të shkruajmë për historinë e Shqipërisë. Por historianët në vetvete nuk janë në rolin e tyre barak. Nuk kanë përgjegjësi morale shpirtërore. Historia e Shqipërisë është shkruar me pasion e mendësi komuniste. Që në fillim kishte ca elemente Leka Zogu, mbreti Zogu, për sa për këtë figurës Mariam Curit, por në përgjithësi ajo është munduar të luajë një rol pozitiv në evidentimin e historisë dhe historiografisë së popullit shqiptar. Me ardhjen e Partisë Komuniste në pushtet, ata filluan ta ndryshonin historinë e ta vënë në shërbim të interesave të tyre, jo në shërbim të mendësisë dhe të vërtetësisë historike të kombit shqiptar. Për shembull, po të marrim edhe figurën e Zogut, mbretit Zog, ata e përmbysën krejtësisht. Por mos harrojmë, sepse është i pari që krijoi një shtet të konsoliduar shqiptar. Është i pari që futi Shqipërinë drejt harmonisë fetare. Është i pari që mori një familje të shquar nga austro-hungarezë, Gjelandinën dhe u martua. Do me thënë, nuk ishte siç e ndërtonte e ka ndërtuar komunizmi që ka qenë bardhëzi. Prandaj që problemi historik, historisë shqiptare, unë jam përpjekur ta studioj, duhet jenë edhe për ta përmend edhe Akademinë e Shkenca dhe shumë elementar, duhet jenë tash mendje më të ftohtë. Mendje më të kthjelltë, të zhvishen nga elementet partijake. Historia duhet të rishkruar. Po kush do jenë ato adhetar, patriotë që ta marrin se do dhe dashuri që të shkruhet. Pikërisht, po puna është se mos thënë në biznes. Jo, po kthym biznes atëherë ka dëmtime. Akademia e Shkencave nuk përfaqëson mirat materiale. Akademia e Shkencave vetvete përfaqëson mendësinë shpirtërore, historike, letrare artistike të një kombi. Duhet ta shikojmë këtë gjë. Se në ndryshe pasaj nuk ka kuptim. Shpresoj. Edhe për figurën e Leka Zogut, dhe për historinë, dhe për të shkuarën. Ne duhet të kërkojmë historinë të vërtetë, japim kombit shqiptar atë që është e vërtetë, ajo që s'është e vërtetë që më janë. Kjo ishte edhe çfarë edhe për sa i përket, për shembull, edhe periudhës së komunizmit, për shembull. Nuk asnjë të drejtë s'ka morale të heqë me vijë të zeza asaj periudhe, sepse ka pasur vlerë. Ka ndërtuar. Ka bërë populli shqiptar ka ndërtuar, ka bërë kontribut të jashtëzakonshëm. S'mund të heqësh vizë, pikërisht në këtë prizëm them unë që duhet të jetë një mendje ftohtë, një mendje logjikshme të evidentoj të mirat e vlerat që kishte koha e Ahmet Zogut, të mirat edhe kështu, çdo gjë se asgjë se në fundi populli ka ndërtuar. Unë mendoj tani të dalim pak, të kthehemi pak te krimtaria juaj. Si shkrimtar, po edhe si piktor. Cili është mjeti juaj më i dashur për të shprehur veten? Është peneli apo pena? Natyrisht është pena. Sepse të dyja të dashura. Sigurisht. Të dyja domethënë, ke dëgjuti domethënë se dikush ka shkruar me penel, por ajo është lag me shpirt ose lag me. Shko tash, për shembull, kur isha i vogël unë, do të thënë vajta që në fillim më regjistruar në shtëpinë e pionerit, piktoroj. Po evidentohesh edhe vjen një piktor shumë i talentuar, Vangjush Tushi. Më shikon atje dhe më thotë, këtë djalin tha do ta marri me vete në Pallatin e Kulturës. Edhe vajta atje
ishin më të rritur se mua atje dhe fillonja në kursin e pikturës së Pallatit të Kulturës. Se në ato kohë, për shembull në Korçë, kishte shtëpi e kulturës, kishte edhe atë degën e pikturës, të muzikës, vizatimit të skulpturës. Ne qushim rrethe. Rrethit kryus. Po, i pikturës. Edhe në Korçë ishte ajo e Pallatit të Kulturës, rrethi i pikturës. Edhe prej asaj përgatiteshin pastaj që jepnin konkurs në liceun artistik ose në institutin e lartë të arteve. Edhe më mori shumë me dashamirës ky piktori, shumë i talentuar vangjështues. Në vitin 72, 73 më duket, ishte në atë kohë ndodhi një fushatë që bënte spastrim Partia Komuniste, edhe morën këtë futën brenda dhe aty dhe nga që ishte pasioni këtu. Dhe nga që donte të pikturonte, edhe pikturonte në paketa cigaresh me një lapç këtë vogël ose në fletët e banjës. Gardiani i burgut është historist e vërtetuar, ja i goditi me ashtu dhe ja dha lapç, i ra lapsin në tokë. E ky ulta mirte lapsin në palta. Qëran dhe ajo ja vuri shelmi mu në këmbë ja theu gishtat e këmbë. Ajo tash nuk shkosa është artisti. Prandaj po ta them këtë shumë e rëndësishme në jetën e një artisti. Edhe ajo fillonte po dritesh edhe i tha një shoku i tij. E bëva gjust, se mërzitesh i tha. Se për tash do të mjekojmë gishtat jo, por mërzitem tha sepse në fundit nuk do pikturoj me. Edhe andaj e vdiq në burg nga torturat që bën. Dhe ishte krejtësisht i pafajshëm. Prandaj them unë ajo pyetje që më the që janë të lidhur, por në fundit pasaj unë e shikoj që tek letërsia kam gjetur një frymëmarrje më të madhe. Më jep hapësirë shumë të madhe, qoftë dhe poezia, po qoftë dhe proza. E ndjej që jam i plot fuqish. E ndjej që dëshiroj të jap një transmetim të madh lexuesit shqiptar kudo që ndodhet, qoftë edhe anglisht. E ndjej që të evidentoj që ne jemi diçka, jemi dikush. Jemi të barabartë me tërë shkrimtarët që janë sot. Mos ndjehemi inferior. Janë shumë letërsia dhe arti është një mesazh i rëndësishëm sot. Ka qenë është do të mbetet gjithmonë, nuk u ka tjetërsim tek ne. Dhe pikërisht është kjo, gjithmonë mendoj që është ajo si fill biseda që nisej që në fillim. Kështu që ne si krijues, edhe pse jemi në mërgim, ne duhet të ndjehemi të përgjegjshëm për transmetimin e vlerave dhe përgjegjësinë që mbajmë ne ndaj vetes e ndaj të tjerëve. Dalim pak te romanet që ju keni shkruar, domethënë me librat. Jam mbi 38 apo 40? Aq afër. Aty afër, po. Cili është ai që ju ka prekur më shumë emocionalisht? Janë në disa libra. Por një nga librat që kam përjetuar në një moshë në vitet 90, ka qenë romani Hani me dy porta. Ka qenë sepse ngjarja është e vërtetë. Personin që ka qenë në burg, se atje në roman përshkruaj një nene që lindi në burg. Edhe kam takuar këtë nene, që ka vojtur në më të tmerrshme në Hanin me dy portat të Korçës. Edhe sot e kësaj ditë, u vlerësua mjaft, se u botua edhe në Amerikë. Ardhi dhe zëri Amerikë, Zalejt Bibera, mori intervistë në vitin 2009, kur u botua në anglisht, në gjuhën angleze në vitin 2009, Amerikë. Roman tjetër që më ka lënë mbresa është edhe Dëgjoj Floririn. Edhe kjo ngjarje reale. Unë kam pasur një mësuese, fatmirësisht një mësuese ruse. Isha në shkollë, 7 vjeçar. Një vajzë tamam tipike ruse me ato tiparet e hishme të fytyrës. Ajo është një vajzë ruse që u dashurua me një student shqiptar në Moskë. Ishte një femër e jashtëzakonshme, një femër shumë edukuar, shumë e dashur, shumë e respektuar, një ruske tipike, me virtutet më të mira të një vajze ruse, se nuk e njohim karakterin rus. Populli rus ka virtute shumë të larta. Ne nuk mos mendojmë politikën e liderëve, të shikojmë popullin, të shikojmë veprat e shquara, të lexojmë Leon Tolstojin, Majakovskij.
Eseninin, Turgenjevin e tjera, Pushkin e tjera. Ta janë ata që janë mbajnë vlagën e kulturës letërsisë ruse. Ne ushqyem atë. Dhe kisha kur vajta një në 90-ën, në të dyshën e takoj këtë ruskën në Korçë dhe më duket e tjetërsuar. Ju kishte i shoqi ishte futur në burg dhe ata ishte internuar. Nuk ishte më ajo femra që rezatonte misri, që jipte shumë fisnike dhe pikërisht ai moment që unë e takova në Korçë dhe ishte rregjuar. Më ngacmovi dhe më vuri përgjegjësi që të bëj një romanin të Gjofrëri. Që është një nga romanet e vlerësuar në mënyrë nga shumë, ka marrë çmime në Korçë, atë Foqion Postolin është përkthyer, është botuar dhe në Amazonë dhe tërë. Është një vepër shumë e fuqishme, shumë e mirë. Tani kjo ishte romani që më the gjatë kohës që ne folshim jashtë podcastit, ke pas shef që ta bëje film. Kjo ishte romani? Po, kjo është. Kjo ngjarja e këtij që më kujtua. Kur vajta po bënja punë në një bankë që kisha një atje dhe një person që e dinte këtë libër që e kishte lexuar, që ishte miku tonë, i thotë atij shefit të bankës. Ai ishte rus për të real estate që po bëjmë neve, dhe i thotë zotnia ka bërë një libër shumë të bukur, Dashurinë e një vajze ruse me një djalë shqiptar. Po ma tregojnë çike, dhe unë ja tregonja, edhe ai tha po unë tha përktheje bre tha në Rusi se ta bëj film, sa ai kishte kredi, se kishte me para desha ta bënte në Moskë. Edhe nuk ishte mundësi se do ishte mrekullisë po ja. Do ishte po të them që do tregonte lartësinë e kombit shqiptar. Mos e hup shpresën. Po me kësmet, ka problem. Mos e hup. Libri ekziston është në Amazon, është kudo, po kush është dashamirë se zakonisht është një problem të artë. Është një problem. Që duhet të ndërgjegjësojnë njerëzit. Shkrimtari në momentin që vë pikë në fund të librit dhe bën fund, ja jep redaktori, nuk është libri miti. Libri, si kundër e piktura që afishohet, është libri masës. Është i popullit. Shkrimtari e mbaroi misionin, e nxori librin e transmeton idenë. Prandaj ta thash edhe për këtë që njerëzit ta kuptojnë që krijuesi kryen një mision të jashtëzakonshëm. Është një transmetues i bendimit filozofik dhe letrar dhe shoqëror të kohës. Dhe ja jep masës, dhe masa është nëse jep verdiktin, nëse kjo vepër ka cilësi, ka vlera, akumulon dhe transmeton në breza siç kemi lexojmë sot kësaj dite, qoftë Sokratin, qoftë Shakespearein, qoftë Goldsworthin, qoftë Balzacun e tjerë. Pra, ata kanë lënë një vepër të mirë dhe pse edhe ju ngelet. Nëse vepra është mediokre, nuk ka asnjë vlerë. Këtu është qëllimi dhe rëndësia e misionit të artit të mirëfillt. Të lumë goja. Dalim pak te trilogjia. Syri i rritës, Tulipani i Koreas dhe Hidhësia e Puthis. Çfarë bashkon këto tre vepra në thelb? Tani para se të përgjigjem për Patjetër. Unë do të përgjigjem do të flas për sagën e madhe shqiptare. Po, me shumë kënaqësi. Saga e madhe shqiptare është një vepër që ka mbi 500-600 personazhe. Dhe edhe ajo është triologji. Dhe dy veprat e para e kam dëbutuar në Kosovë dhe u prit shumë mirë nga lexuesit dhe kritika kosovare. Vepra e parë është Zera në Lavierës. Dhe vepra e dytë që kam botuar është Zera në Humbuti. Ndërsa pjesë e tjetë do jetë, thënë ata e kam akoma që punoj, se i kam tash probleme se unë kam disa trilogji që janë në një linjë, të cilat po që edhe kohë nuk më favorizon se edhe mosha dhe tjera. Vepra saga e madhe shqiptare trajton temën e kombit shqiptar, shumë e rëndësishme. Dhe unë kaloj në thellësitë historisë në 200 vjet. Dhe trajtoj si ka lindur shoqëria shqiptare. Trajtoj si ka lindur demokracia në Shqipëri në vitet 20, shumë e rëndësishme. Si ka lindur aristokracia shqiptare në ato vite, sepse në vitet, sidomos në Korçë dhe në Shkodër, në vitet 20-30 filloi të lullëzonte tregtia. Më unë ma shkas nga familje tonë, nga familjet e mëdha korçare, tregtare, kryesisht nga familja ime, nga familja tonë.
Do më thënë, në ato vite, njerëzit filluan të shliroheshin nga mundësitë e skaluar dhe filluan të shikonin që jo vetëm të pasurojmë ne, po mos e lejmë edhe popullin të vuajë bukën e gojës. Bile që atëre, në vitet 20 filluan të hapnin e mencat për të vobekt. Dhe pastaj filluan të bënin të hapnin shkolla shtëpinë e fëmijës, siç partemi, filluan të ndërtonin shkolla në shtëpinë e tëra, bibliotekën, edhe hapën, po tregoj një rast. Në vitet 30, Bashkia e Qytetit të Korçës troket në shtëpinë e Thomaturtulli. Udhroni tha, në brenda. Kemi ardhur në emrin e bashkisë, ishte kryetari i bashkisë, kryetari i Këshillit Bashkiak ka qenë viti 1932. Kryetari i bashkisë edhe i Këshillit Bashkiak edhe i thon tash, siç e shikoni zoti Thoma, Djemulia nuk kanë të verë. Rinë në klub dhe në bigjoze. Na duhet një bibliotekë që të lexoj libra. Shumë e rëndësishme. Po flas edhe siç mund të ndodhe sot e kësaj dite. Tash si mendoni, po juve keni a ka mundësi që qofte berë. Unë tha, do të ndërtoj bibliotekën me paratë e mia, edhe biblioteka është atje në mbrapa Themistokliut, e Thomatur. Edhe do të jap, do të bëj gjërat më të mira, me vlera më të mira, me mermer do ta ndërtoj atë për të Korçë. Djemë të tanë duhet të shkëputen nga veset e të rendin drejt librit, drejt kulturës. E ndërtovi, Mjal Turtulli, kushëriri i parë, tër bibliotekën e tij se ishte personalitet, ja dërgovi, ja dhuroi bibliotekën së Korçës. Ishte biblioteke e parë. Imagjino ç'a ndryshim ka, ç'a zhvillim ka pasur. Po këto elemente unë i shkruaj, i trajtoj sepse në atë kohë filloi një përparim të jashtëzakonshëm në qytetin e Korçës e të shkollës. Kryesisht Korçës që ashtu, dhe ky përparim me ardhin e komunistëve u zhduk, sepse këta tërë këtë aristokrat familje i morën, i përndoqën, i burgosën, i shkatruan, i ben. Po me bibliotekën çfarë ndodhi me librat? Librat ekzistojnë atje, është e qytetit. Nuk kanë Jo, s'ka të drejtë njëri të trazoj atë se është dhuratë e qytetit. Unë flas domethënë familjet që bën këto vlerat. Siç ndërtoi për shembull prap Thomaturtulli, familja time ndërtovi liceun artistik, liceun e parë në Korçë, ndërtovi spitalin, ndërtovi shtëpinë e fëmijës, ndërtovi mitropolinë e tjera të kënaqur. Kështu që këto familje ishin rezatues në atë kohë. Dhe sikur të vazhdonte kjo traditë, mos ndryshonte sistemi. Ishte një shtet demokratik. Do sot Shqipëria do ishte nuk e di se si, ndoshta si Zvicër, vetimi të ndërgjegjshëm. Por pikërisht këto elemente që unë i kam përjetuar, i kam ndjerë në familjen time dhe në shoqërinë shqiptare, unë i trajtoj në librin Zëra në Lavirës dhe vazhdoj pasaj dhe në Zërat në Humbëtirë. Domethënë është një vepër që i duhet Korçës dhe Shqipërisë, po puna e se s'ka kusht interesohet. Unë e botova në Kosovë, po të ketë njerëz dashamirës, për më që të rendin të interesohen, të ndjekin vlerat letrare, se unë e kam hequr nga dora. Po të duan e botojnë, ribotojnë në Korçë, por edhe ata botuesës që janë në Shqipëri, ata nuk janë të botojnë në veprat. Ata janë si të përfitojnë nga krijuesit. I kërkojnë sa leka të marrin, po krijuesi s'ka leka, ai është e krijon ka talent, nuk ka paran. Paran e ka ata që janë mafiozë. Po, ata shikojnë si biznes, nuk e shikojnë si kulturë. Ata nuk duhet të hapin komisionet, të shikojnë për shembull që cila vlerë ka, o burra të kontribojmë. Po ti ke ata që janë parallënj sot e nuk bën asnjë iniciativë, s'ka ndërtuar një çezmë në një qytet, s'ka bërë një dritare, po vetëm rendin si të fitoj miliona e miliona. Ata asnjë të mita, asnjë të meleonta e familjes Turtullit jenë që siç kanë bërë. E ku e puna e sot e kësaj dite si nuk japin vendi që meriton. Unë mendoj se familja Turtulli dhe vllazëria Turtulli nuk kanë kopje. Ato kanë ardhur me bekim nga Zoti për me lënë gjurmë dhe vlera në kulturën shqiptare. Unë të falenderoj për konsideratën, po problemi është që edhe sot e kësaj dite janë të verbër në Korçë. Ata ta kuptojnë këtë gjë. Ata duhet shikojnë, jo se jam unë pjesëtari edhe trashëguesi i asaj familje. Tash unë s'jam atje, unë jam në Kanada. Unë jam trashëgues i vlerave të mia. Çfarë do jap unë këtu në Kanada përfaqësoj vetveten, kuptohet ata. Por ata mençurisht duhet
ta ngrene këtë familje sepse i tregojnë të gjithëve që janë në Farisë këto me një shembull nga këta njerëz që bën korçën korç. Që bën Shqipërisë që Shqipëri, që luftuan me pushke me penë, e me para dhe me bamirësi të tëra. Të rritin tërgjegjësen shoqërore dhe klasore, të rritin mendësinë, të rritin kulturën dhe vlerat. Kështu transmetohet në breza dhe për që të bëhet, e thuhet pasaj që po ikin bitë dhe bijat më të mira të kombit shqiptar, sepse është gabimi i vetë që ekziston mes tyre, që nuk dinë të vlerësojnë atë që duhet vlerësuar, nuk dinë të japi shembull që duhet të japë shembull. Dhe shembullin më të mirë ata e kanë në familjen Turtulli, e kanë në Lakçen, e kanë plot familje tjera korçare që janë kontribuar dhe si radhë familje në jo vetëm në Shqipëri, po dhe në Evropë. Me që jemi te familja Turtulli, pastaj do dalim prapë edhe herë te sqarimi i trilogjisë. Ka ndonjë rrugë me emrin Turtulli ose ka ndonjë shenjë respekti nga shteti? Unë kam ngritur vazhdimisht edhe në shkrimet e mi, jo sot. Ata i kanë vënë thomat Turtullit, atë që ka bërë thomat Turtullit. Çfarë i kanë vënë? I ka vënë për shembull thomat Turtullit bibliotekës që ka qenë, sepse ajo e ka ndërtuar. Ka thomat Turtulli i ka vënë liceut që ka bërë sepse ajo e ka ndërtuar. Ata s'kan bën ndonjë nder atij. Ai ka vënë atë, ka marrë atë që ka merituar, se ka ndërtuar para të tij dhe por unë kam ngritur në qofse ka. Qofse meriton nder, thomat, jo thomat Turtulli si thomat Turtulli, po si Bamiri, si mat ata duhet të ngrenë një përmendore aty në Korçë. Po pra, aty kisha fjalën. Aty se është Iran larg. Unë kam ngritur, ata mund të ngrenë përmendore dikujt që ka qenë edhe shërbëtori i Turqisë e tjera, ka plot përmendore, s'dua t'i vënoj. Dhe nuk i ngrej përmendore thomat Turtulli, që është figura më e madhe e kombit shqiptar. Ka të katër anët. Ata nuk vlerësojnë familje, nuk vlerësojnë vlerat, nuk vlerësojnë dinjitet. Trilogjia. Syri i rritës, tulipani i Koresë dhe hidhësia e Puthis. Çfarë bashkon në këto tre vepra në thelb? Kjo është një gjë shumë interesante. Unë kam këtë gjatë krijimtarisë time. Unë nuk u krijoj duke mbështetur thjesht në fantazi. Unë krijoj në realitet, e marr temën nga realiteti konkret. E marr temën edhe pastaj mbi të mbështetur. Domethënë mbështetem mbi ngjarje të vërteta dhe i ndërtoj pastaj krijoj. Po mbështetemi në tulipani Koresë. Po tregoj një rast. Kur isha në Korçë, isha zëvendës presidenti i klubit shkrimtar e Botere. Dhe kishim një shokun tonë që ishte në ndihmonte, ishte bamirësirë. Ajo na bënte në aktivitet, ishte pak lek. Dhe ajo kishte qenë student në Kore. Dhe ajo kishte rënë dashuri me një vajzë koreane. Edhe kur takoheshin bashkë nga vitet 90, tregovi historinë me pak fjalë. Mi po unë ardha këtu rash pas punëve dhe bera të pjesën e parë të syri rritës, një ngjarje reale, po dhe kjo reale që ishte për po, ndërsa kjo ishte tjetër. Kur vetën 2006 në Shqipëri kthehem, e takoj këtë, më thotë Kristaj, kur më ke premtuar një gjë do bësh ta. Dhe shumë, çfarë bëj? Historinë, mban mend historinë me atë koreanën. Më kape mati, po të premtoj që do të bëj. Sa u ktheva, fillova të studionja komplet Korenë e Veriut. Jetën, traditën, mentalitetin, komunizmin, shumë elemente të tjera që edhe sot e kësaj dite janë. Po të tregoj një fakt që shumë e rëndësishme. Krahas historisë që dashurisë të kësaj vajzët me këtë djalin shqiptare, shumë është roman i fuqishëm. Kur po studionja, atje në qendër të kryeqytetit të Koresë, ishte ndërtuar ky për turistët një qytet fantazm. Ekziston tash nuk e di flas. Dhe të tërë shikonin që si ka mundësi ky qytet kaq i bukur që nuk lëviz asnjë fletë, që nuk ndihet asnjë mizë, që nuk lëviz asnjë perde. Si ka mundësi? Edhe turistët po rendin nga ndaj të shikonin edhe një plak, nga që ishte u afrua shumë më afër kësaj fasade të këtij qyteti fantazm. Kupton? Kur atje rrotull ishin vajzat oficere koreane të cilat përgjonin çdo veprim të turistëve.
Edhe ka një tavë, ajtë ku vete, çfarë bën? Po ja, ktheu mbrapa tha, nga mori aparatin e shkeli. Edhe vonë morën vesh këta turistë që ky nuk ishte qytet, po ishte një fasadë. Dhe mbrapa kësi fasade jetonte populli në varfëri, në mizerie, në tëra gjë. Po këto janë fakte reale të cilat që kam studiuar unë. Për shembull, po të jap rastin tjetër, kur fillova të studionja unë këtë për ta bërë, se unë kam zakon që para se të ulem të shkruaj, duhet të jem me këmbë në tokë. Duhet të jem të marrë të bindem 100% çfarë do bëj, ta kem në tru të saktë, të evidentuar në fletore, dhe pasaj ndihem më i fuqishëm, më komfortable, ulem shkruaj, edhe jap vepra që besoj që kanë një mesazh të rëndësishëm për lexuesin kudo që janë. Okej, dalim tani te integrimi në Kanada. 2 atë dhe një shpirt. A mund të na tregoni si ka ndikuar Kanadaja në krimtarinë tuaj artistike? Jo, unë kur ardha këtu në Kanada, unë kisha botuar 4 libra. Kisha marrë çmime kombëtar. Me Hiena e Riut, me novelën Nana, me novelën Nana. Më thënë, unë botova, pasaj botova 3 libra tjera, botova Zojshtë, botova para se të vinja këtu, më thënë, kam botuar 4-5 libra. Më thënë, kam botuar novelën Nana, novelën Nana, kam botuar me çmime këtu të tërë. Aventurat e Arushit Topik për fëmijë, më thënë, bëjmë një konkurs Ministria e Arsimit, më dha çmim parë. Botova atë Hiena e Riut, mora çmim nga shoqata e Përndeku Politik çmim të parë. Botova Hani me 2 porta. Do me thënë, kur ardha këtu, plus edhe librin të përgatitur me tregime, e cila u pezullua për sebeb të si që ishin ato pasionet e tjera. Edhe kur ardha këtu, unë kisha një bagazh, një informacion, por me emigracioni mua më dha shtytje më të madhe. Vërtet nuk kam pasur kohë. Koha ka qenë shumë e kushtëzuar dhe shumë e vështirë për mua, por njeriu në vështirësi kalitet. Kur i kalitet në duke urarë, si që thamë që pare. Kështu që dhe më thënë, aq më tepër pasaj dhe përgjegjësia morale, përgjegjësia shpirtërore. Ajo, më thënë, shpirti tim i mbushur, që do të shprej atë që në fundit iku, po në ikën, po nuk shkollaj të ikësh të lesh të shkatrosh komplet të parët vatrën. Në ikën me la shpinë ngritur unë kur ika. Çdo gjë ishte, nuk e di çu. Ikën mes të natës, ndaj për si që ishte emigracion. Emigracioni ishte i vështirë për këto. Aq më tepër që unë kam 15 vjet, 25 vjet edhe s'ka qenë lehtë për ne. Ka qenë shumë e vështirë, por kjo vështirësi më bëri shkrimtar më të mirë. Më bëri më të përgjegjshëm, më bëri më të fortë, më bëri më dinjitos. Që të bëj vepra më të mira, që të transmetoj mesazhe më të rëndësishme, se edhe përgjegjësia time është bërë akoma më madhe se çka qenë përpara. Mosha bën të sajem, por dhe ndërgjegjësimi është akoma 2 fish ndaj meje, ndaj bashkë qytetarëve, bashkëkombëzashme dhe në kudo që janë. Shkrimtari ndjen përgjegjësi morale shpirtërore. Dhe të jetë një krijues i vërtet. A ndjeni më shumë si shkrimtar shqiptar në Kanada apo një shkrimtar kanadez me shpirt shqiptar? Kjo është e dyanshme. Është pyetje e bukur, të falenderoj për këtë pyetje. Unë tashmë jam kanadez. Kam 25 vjet. Po unë s'mund të bëhem kur kanadez. Unë jam shqiptar e do vdes shqiptar. Temat e mi janë shqiptare. Është historia e kombit shqiptar, është njeriu shqiptar, jeta shqiptare, ëndra shqiptare e perspektiva shqiptare. Të gjitha këto më bëjnë njeri. Po njëkohësisht më bën më të përgjegjshëm për bashkëkombësit e mi. Është bën më syçelet për të ardhmen e kombëve të mi. Më bën më vrojtues dhe më largpamës nëse mundem të jem. Por ama, unë shkrimtar kam qenë shqiptar e do mbetem i tillë deri në fund të jetës time. S'mund të ndryshojmë. Asnjë s'ka ndryshuar. Edhe Noli i Madh ishte jetovi në Amerikë dhe prap shqiptar thoshte, shëdef shqiptar. Qoftë dhe Fai Konica dhe kushdo. Flas për ata njerëz që kanë rëmba shqiptarizmin. Përderisa familja ime ka luftuar për shqiptarizmin në dhjetra qindra vite, unë s'mund të tjetërsoj, s'mund të jetë ndryshe, do të jem plak prishës nëse unë do jem ndryshe.
Si e përjetoni kontaktin me diasporën shqiptare dhe rolin tuaj si një lloj zëri letrar i saj? Kjo pyetje ka të Se ti je ndër zërat letrar më të veçantë që janë për shqiptarët që jetojnë në North America. po, unë ndjej përgjeshëm, të kam të thash në fillim. Diaspora këtu duhet jetë në qik më gjallë, më fuqishme. Megjithatë ka aktivitete, është edhe aktiviteti i librit që bë para do kohë, Po, festivali i librit. Po. festivali i librit. Është një gjallëri, ka, nuk mundet të jemi të mohus. Po thjesht sa janë kontribues, më thënë që sa ju kanë përkrahur. Për mua, unë kam përkrahur vetë. Megjithatë, unë qysh në fillim, kam qenë iniciatorët që kam krijuar takim me lexuesit shqiptar këtu në Kanada. Kam bërë disa takime në bashkëpunim edhe me shoqatën. Më kanë ndihmuar që unë kam bërë disa herë me radhë prezantime të librave të mi. Takime lexuesit. Neve dëshirojmë që kjo energji të vazhdojë akoma, të kontribuojnë akoma, se nuk është enough asnjëherë për kohën. Jo, nuk e shkur, unë tashi, po të më afrojnë, unë jam gati të vetë. Unë asnjëherë s'do përtoj, sepse në fundit krijuesi pa lexuesin është i pavlerë. Çfarë ka simbolizuar për ju titulli ambasador i kombit? Ishte një moment reflektimi apo krenarie? Kjo titull që më dhaqe nga qeveria shqiptare në 2019 më vuri mua para përgjegjësive akoma më të mëdha. Ishte nxitje, ishte përgjegjësi të që unë përderisa dikush në qeveri shqiptare më vlerësoj me çmim të madh, ku jam unë, çfarë do bëj unë, çfarë do kontribuoj unë, sepse në fundit është një stimul që ty të verë të përgjegjshëm për të ecur më përpara, për të ndihmuar komunitetin tënd shqiptar këtu në Kanada dhe kudo që janë në botë. Kjo është përgjegjësia e krijuesit. Ne duhet të ndjehemi më të përgjegjshëm dhe të kontribuojmë akoma më shumë për vlerat më të qëndrueshme për të gjithë shqiptarët, aq më tepër këtu në Magrim në Toronto në Kanada. Kështu që problemi qëndron që ne duhet njerëzit që janë të aftë, që kanë elemente organizimi dhe drejtimi, duhet i vënë shpatë se duhet të luftojnë që të ta shkundin nga përgjumja komunitetin shqiptar se po largohen, po vetë pasivitet. Jeta, aq më tepër që këtu jeta shumë e vrullshme edhe nuk të lehtë rëmben. Kështu që përgjegjësia është e gjithë secilit që të arrijë të krijojë një fash këndije këtu. Edhe pasaj zhvillohen talentet, zhvillohet muzika, zhvillohet arti, zhvillohet piktura. Po të flas për sa për këtë pikturë. Është një miku ton Ardian Radovicka. Po, e përshëndesim edhe mikun është. Adrianin është vlen shumë për të respektu. Sepse në fillim e nisëm neve, pa unë me Judit Arellin djes pas. Është njëri i mrekullueshëm. Jati i Elisit. Njëri i mrekullueshëm. Edhe filluam që në 12 me Edbiu. Hapim ekspozitë të pikture për të. Pastaj iniciator u tregua dhe ky Radovicka, Adrian. Edhe ai është nismëtar që fillon edhe e organizon punën e bën. Edhe janë bërë disa ekspozita shumë të bukura, shumë të mira, shumë dinjitoze. Para disa muaj ishte një ekspozitë që hapëm neve tash. Edhe ishte një ekspozitë patent. E pasha, ishte shumë e bukur. Ekspozitë, shumë e fortë. Pra, na duhen elemente drejtues organizator. Që ta zgjojnë emigracionin nga letargjia të shkunden, sepse nuk është vetëm të rendësh për diçka që është mira materiale tjera, po duhet edhe të lehtësoj shpirtërisht edhe mendërisht. Ke nevojë, nuk ke makinë, nuk ke robot. Po jam më ke mu këtu, unë kam 6 muaj që nuk bëj punë tjetër, vetëm merrem të menaxhuja këtë punë të. Bravo të qoftë që po bën iniciativë të mrekullueshme. Unë të përshëndet për këtë gjë në mjedis. Kudo që të jemi se e të falenderoj për nismën, se të kam parë që ke një përkushtim serioz dashamirës si rall tjetër. E kam dashuri, kam për sotën më. Po ja. Të lëm diçka të paktën kontribuojmë, se ideja është se neve jemi rrugtar në këtë botë, kështu që të lëm gjurmë. Gjurma vepra është ajo që të ngeli. S'do na shofi kush stomakun që hanë bukë apo pica apo mish. Ashtu është. Unë që kur ishim të vegjël, nuk e di në klasën e para të dytë, edhe është ajo pralla që është si gjithën që ishte një plak që po mbilte një pemë atje edhe i
I thonë, po ti që mbjell të pemë, thotë, ti sot je nesër s'je. Jo, e kine gabim, thotë. Shikoni këtë pemën e madhe që është brapa këtë mollën. Këta e mboli gjyshi tim. Dhe unë e jetova dhe fitova nga kjo po. Tash unë po mbjell të fillis që ta gëzoni ju dhe fëmijët tuaj. Kështu është çdo gjë. Është mrekullia. Edhe neve prandaj dhe kjo është misioni që dhe unë i kam vënë vetes. Siç kontribuan të partë e mi, si radhët të tjerë në Ballkan. Dhe unë do të jap zërin tim, fjalën time, kontribuimin tim. Si radhët të tjerë. Kjo është përgjegjësia time morale dhe shpirtërore. Edhe sa të kem fuqi do ta bëj. Unë tani do të pyes shu si mik. Edhe me shumë pasërti, pas të dhoj kështu. Do kemi një trashëgimtar të Kristaq Turtullit që do vazhdoje stafetën? Le të shpresoj. Le të shpresoj. Ti i ke ndjek shumë mirë hapët. Po le të shpresojmë. S'mundet të thuash tash, po njeriu gjithmonë shpreson. Zotin para. Atëherë, i nderuar, ishte shumë kënaqësi që të kisha në Shqip Story. Ishte nder për ne që kishim në studio një pinjoll të familjes Vllazëria Turtulli. Emisioni jon Shqip Story do ta mbajë gjithmonë derën hapur për figurat e ndritura që e ngrenin sa më lart emrin shqiptar. Deri episodin tjetër, mirupafshim nga unë Gojard Kodra.